ka një përpjekje nga ana e Komisionit për ta hapur procesin, për të patur gjithë përfshirje dhe kjo lë për të vlerësuar. Elementi i dytë për të vlerësuar është që anëtarët e Komisionit po shkojnë në grup së bashku dhe nuk kemi një ndarje politike që të bëjnë takime të veçanta bazuar në pjesën politike. Pastaj pjesa e debateve, e çështjeve të ngritura, në fakt do doja që të ishte pak më teknike, pak më të futet në problematikat kryesore, konkrete dhe adresimin e problematikave. Ne vëmë re që shpeshherë kemi një ndarje të kampeve politike për ta quajtur dështim nga njëra pjesë dhe pjesa tjetër sukses i kësaj reforme. Nëse në këto takime do t'i lihet më shumë hapësirë dhe zë shoqërisë civile, ekspertëve të ndryshëm, mendoj që do ishim pak më cilësore. Gjithsesi, nga këndvështrimi im, si me një eksperiencë gjatë në pushtetin lokal, mendoj që në të gjitha këto takime ne kemi patur problematika të dala dhe të adresuara shumë saktë dhe drejt. Në drejtim të shërbimeve ndaj qytetarëve, shtrirjen e shërbimeve në gjithë territorin, në drejtim të demokracisë lokale, në drejtim të rritjes të kapaciteteve të bashkive, qoftë kapacitete financiare, po qoftë edhe në çështjen e funksioneve.